Në Shkodër mbi 150 të rinj nga 17 vendet e Europës janë bërë pjesë e panajirit të ideve në kuadër të programit Youth Start, një nisëm europiane që synon zhvillimin e aftësive sipërmarrëse dhe krijuese tek të rinjt. Ky aktivitet dyditor i organizuar nga IEA në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Qendrën Rinore Atelier ka si qëllim nxitjen e frymës sipërmarrëse, shkëmbimin e ideve dhe bashkëpunimin ndërmjet të rinjve nga vende të ndryshme të Europës. Qëllimi është të motivojmë të rinjt dhe të ndikojmë gjithashtu në shoqëri me frymën e sipërmarrjes. Kur erdha këtu nga Austria si mësues në shkollë teknike austriake në Shkodër, pash me sytë e mi një potencial të mrekullueshëm. Në këtë panajir janë prezantuar afro 40 projekte që përfaqësojnë ide të guximshme dhe ambicioze, që variojnë nga inovacioni social te sipërmarrja e gjelbër dhe zgjidhjet digjitale. Ne këtu jena të bëjmë një smart home system, i cili kontrollon shtëpinë tuaj në një mënyrë të sigurt. Mendoj që është një gjë shumë e rëndësishme edhe për moshën tonë, se jep një mundësi të rive për me shpreh talentin e tyre dhe idetë e reja që kanë për biznesin. I'm Pia and she's Kati. Unë jam Pia dhe kjo është Kati. Edhe ne kemi një projekt të quajtur Rest and Rise për riintegrimin e personave pas tre. Panajiri i ideve i programit Youth Start zhvillohet prej disa vitesh radhazi në vende të ndryshme të Europës, duke sjellë në një hapësirë të përbashkët të rinj novator dhe vizionar.